Klubi i futbollit të femrave Luboteni i Tetovës doli fitues në ndeshjen finale të Kupës së Maqedonisë së Veriut në futbollin e femrave. Skuadra tetovare në stadiumin Petar Miloševski tek kampi stërvitor i FFM-s dje pasdite mundi ekipin Tiveria Brera nga Strumica me rezultatin bindës 3-0. Autore të golave për ekipin fitues ishin Ohadive Marian Ogoçukvu 2 gola dhe 1 gol Eva Veličkovska. Drejtësinë në këtë ndeshje finale e ndahu me autoritet të madh referia ndërkombëtare nga Gostivari Vjolca Izeiri. Derisa për ekipin Tiveria Brera kjo ishte finalja e 4, ndërsa vetëm një herë kanë arritur të fitojnë trofeun, kurse ekipi Luboteni këtë trofe e fiton për të 3. herë radhazi. Televizioni Koha sot ishte në selin e klubit të futbollit për femra Luboteni dhe mori prononcimin e kryetarit Dragolub Jovanovski, i cili u deklarua krenar që për 3 herë radhazi janë fitues të këtij trofeu. Па трет пат поред го освојуваме купот. Еден од најтешките надпревари во купфиналињата. Po, 3 herë me radhë e fitojmë kupën. Ishte një ndër ndeshjet më të rënda në finalet e kupës. Ndihem shumë mirë, fituam 3-0 me merit. Me gol averazhin mbreslënës 34-0 deri në fund e fituam kampionatin, tha kryetari Jovanovski. Skuadra tetovare e futbollit të femrave Luboteni krahas kupës me gjasa reale do ta fitojë edhe kampionatin e këtij sezoni 2024-2025. Бодовната разлика е 5 бода пред вториот. Po, diferenca është 5 pikë para ekipit të dytë, ku ka edhe 3 ndeshje për t'u zhvilluar deri në fund. Shpresojmë se çdo gjë do të kalojë sipas planit dhe së bashku javën e ardhshme do t'i gëzohemi titullit të ri kampion, tha numri 1 i klubit Jovanovski. Gjithsesi se më meritore për trofeun e 3 radhazi të ekipit tetovar Luboteni janë futbollistet të cilat kanë dhënë gjithçka nga vetja për të shënuar këtë sukses, në mesin e të cilave është edhe Hava Mustafa dhe Iva Jovanovska. Më e lumtur se kur ndje, me kom pas ëndër gjithmonë të jem shampion, ta fitoj Kupën e Maqedonisë. Kemi edhe 3 loja për ta fituar kampionatin. Inshallah kemi sukses me këtë ekip. Jam shumë e lumtur dhe mendojmë se do kemi sukses për ta fituar edhe kampionatin. Prekrasno, ovakvo čustvo je svaka sekund da go dožive, 3 kup. Ndihem shkëlqyeshëm, këtë ndjesi dëshiron çdo kush ta përjetoj. Trofeu i 3 për mua, për dikë i pari, tha Iva Jovanovska. Kujtojmë se klubi i futbollit të femrave krahas trofeut në finalen e kupës është shumë pranë edhe për të 3. herë radhazi të shpallet kampioni i Maqedonisë së Veriut për sezonin 2024-2025.